mendoj ka pak para gjykimet. Po. Mos më thuj që ka pas para gjykime dhe ballafaqume që ato. Po nuk kanë mungu. Do më thënë, jo të theksume, po të dukshme. Po të dukshme po. Do më thënë që normal, zakonisht ne me personat, këto komunitetet saktume, do më thënë, gjithmonë kanë qenë ato stigmat, ato mendimet negative se një person i verbër ose një person ku dio me dëmtime tjera, me studiuar diçka shumë, që si ka me mujt një person i verbër me studiuar Allah. Janë percepcionet gabushme. A di pse? Po. Kjo buron prej brendësisë tëne që nuk janë gjendje me u marrë me vetën edhe përkundër faktit që nuk janë të sfidum me kur gjë, ju mungon vullneti edhe dëshira për me mrit diçka në jetë. Edhe nuk mujnë me perceptu që dikush edhe pse është i sfidum i arrin qëllimet e veta. Do të thonë problemi është ata që nuk din me e përpunu jetën e vet në formën e duhur. Do më thonë kështu tash po e thonë, gjithë njerëzit janë me aftësi të kufizuar. Fiks. Po, çka është më e keqja, ata persona cilë që me aftësi të kufizuar që janë në percepcion, do më thonë, thjesht e ka një aftësi të kufizuar në tru. Ajo kalon në patologji edhe një percepcion të keq, apo kupton? Edhe kështu që është kjo më e keqja. Edhe s'ka një ilaç. Edhe s'ka ilaç. Po me gjithë ato, prapë po them, mos në të kona kur unë kom studiu, kanë qenë akoma, do më thënë, kora konservative, që si që njohë persona shumë, po nuk kanë qenë duke shumë persona ma zikuizuar, e për atë arsye mos pasje ndoshta burimet informacioneve për ne, e pastaj kanë kalu në ato stigmatizimet edhe. Besa diskriminime, kështu jo. Unë mendoj që vazhdon me pas njerëz të tillë, edhe përkundër faktit që i shohin domethënë rezultatet e njerëzve që mund me pas një problem me diçka, po tash din me menaxhu. Desha me thonë kështu. Tash akoma ka domethënë që janë, akoma ka njerëz të tillë, akoma kemi domethënë persona që kanë perceptime të tilla, po tash në formë pak më të moderume, pak më shkollë s'ki din me ta botrë. Ma me shkollë, a kupton? Edhe me një farë forme dëbën, po me një farë forme dëbën në formë diplomatike, me qenë diplomatike, po të më këtën disa me ironi, po si do qoftë, prapë se prapë na nuk nalemi. Si mdhënca, me sistem, aje përballë me vështirësi, me gjithë se literatura mjafton me qenë, dhe më tonë ajo është sfida kryesore, e që po besoj që inshallah që tashve që është i kalu, Ka fillu diçka, po prapë se prapë është e mangët. Me sistem, me mësimdhënie, raport me mësimdhënie, disa kanë qenë tillë që nuk mundishin me përballu, domethënë që një person i verbër mund të studiu. Edhe normalisht unë kam kërku me kushtimisht me i dhënë provimet me gojë, për arsye që me tregu, me elaboru ato që unë e kom thithë si dituri, edhe me transmetu të ata, me tregu që... Dhe s'ka logjik brëm psikologji mu kom provimet me shkrem, dyqysh? A pajtohesh me tezën ta me qëto? Edhe me tezën edhe me hallën, nuk ka problem. Nakra malakur. Edhe me tezën edhe me hallën, pajtona unë sepse... Psikologi është ajo? Ajo psikologji, edhe psikologjia kërkon veç komunikim vëlla. Nuk ka nevojë aty me shkrim, veç me komunikim. Aty mundesh me tregu sa je i aftë. E unë ty për komunikim ta kisha qit një 5 me ylli, ose një 10 me ylli, hiq pa një provim ylli. Ku e merr krejt që energji me qenë...